E lexova një artikull ku po shkruante që Alba Festival po vjen prapë në Zyrich. Është shumë okej, kemi edhe organizime tilla. Po sikur do t'i investonim të gjitha ato para në nivelin e vetdijes, a e din se ku kishin mri shqiptarët edhe ku kish mri Kosova. Në vend që më organizu Alba Festival në Zyrich të Zvicrës, në një shtet të huj, e kishim organizu në vendlindjen tonë në Kosovë. Gjitha ato para që derdhen aty për të rritur komunitetin e këngëtarëve që veç kanë mjaft, edhe si këngëtar që veç programojnë popullin në mënyrë të pavetishme me sugjestione ju të mira, paramendoni gjithë këto parat t'ishin investu në vetdije të njerëzve. Ku kishin mri. Edhe këtu tregon që njerëzit ende janë sipërfaqësorë dhe nuk janë ende në gjendje dhe të gatshëm të kuptojnë që pa pas vetdije është e kohët. Është e kohët shkosh ti një mbrëmje në një event, në një koncert ose kudo, e të kënaqesh, e të harxhosh ku me ditë se sa para, e të nesërmen të quash prap me ankth, me panik, edhe me sulme të tjera shëndetësore mentale. Është vërtet një, nuk e di se deri sa do të zgjas, nuk e di se deri ku do të shkojnë këta njerëz. Unë jam për me u kënaq, unë jam për me shiju jetën, pa tjetër gjithsesi, por ma shumë jam që me u organizu ma shumë evente për me rritë njerëzit, për me shëru njerëzit mentalisht. Kur organizojmë seminarët të tilla, që vërtet është e domosdoshme njerëzit të marrin pjesë, shkojnë 10 vjet, 15 vjet. Aty ku ka veç muzikë me këcy që nuk duhet me lodh trunin shumë fare, shkojnë qindra edhe mira njerëz. Masandej, shko provoje me bo një tërmin të një psikolog, nuk ke tërmin të lirë. Deri 3 muaj duhet presësh për një vend të lirë, për një tërmin. A është kjo në rregull? Jo. Nuk e di se deri ku do të shkon. Edhe nuk e di se çka do të ndodhë me rinin tonë të ardhshme, por unë e di që kërkesa për ndihmë mentale është jashtëzakonisht e madhe.